Organizata terroriste serbe Severna Brigada ka publikuar një kërcënim me eliminim fizik të kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti. I pyetur nga gazetarët lidhur me këto kërcënime, Kurti tha se pjesëtarët e kësaj organizate nuk kanë vend në Kosovë dhe se institucionet i kanë shpallur ata organizatë terroriste që në vitin 2023. Po, ne i kemi shpallur ata organizatë terroriste më 29 qershor të vitit 2023 dhe këto kërcënime që i bëjnë ata janë vetë se dëshmia më e re se janë ashtu siç i kemi shpallur dhe se nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Të gjithë pjesëtarët e të ashtu quajturave brigada veriore janë kriminal, janë terrorist, të cilët kanë bërë zullum në Kosovë në të kaluarën, por koha e tyre në Republikën tonë ka kaluar. Fatkeqësisht, ata janë të lirë dhe vazhdojnë që të kenë ndikim në Beograd, tha Kurti, ndërsa organizata terroriste serbe Severna Brigada ka publikuar një kërcënim me eliminim fizik të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Në mesazhin e publikuar nga kjo organizatë thuhet, sa të lind agimi mbi Kosovë, Albin Kurti do të jetë i vdekur.